Përshëndetje miq të nderuar. Siç ju bëra me dije sot, tani do të dëgjoni njërin prej videove më interesante që kam mujt ta përgatiti deri më sot. Përmbajtja e kësaj video pasqyron një rrezik të papar deri më tani që po i troket në dyer botës. Në pyetje është një luftë e sapo nisur midis dy superfuqive të botës, luftë kjo e cila domosdo do ta gjunjëzoj njërin para këmbëve të tjetrës dhe do të prek në themel jo vetëm ekonomitë, por jetën e gjithëmbarshme thuajse të gjitha shteteve të botës. Për me e kuptue atë se çfarë përmbledh kjo video, edhe njëre po them, ndër më interesante që i kam përgatit deri më tani, po e nisi me disa pyetje, me të cilat do të hedhet dritë në brumin dhe përmbajtjen e videos së sotme. 1. A mbaroi epoka e epërsisë amerikane, apo mos ndoshta ende kanë shpresë amerikanët se do të jenë zotrinjt dhe udhëhecësit e botës? A do të jemi dëshmitar të një lufte të madhe botërore që po vjen, ku më nuk do të dëgjohen ushtrimat e aeroplanëve, të mitralozëve, të shpërthimit të bombave dhe armëve të tjera, ku do të përdoret një armë shumë më e rëndë e superfuqive kundër njëra tjetrës. Dhe ajo armë është arma e ngritjes së çmimeve, të mineraleve të rralla dhe të xeheve, pa të cilat industria dhe teknologjia e sotshme as nuk mund të imagjinohej e as nuk mund të bëj as një milimetër përpara. Do me thonë, lufta e madhe, lufta e tretë botërore, do të bëhet nga nën toka, duke dridhur dhe dërmuar keq mbi tokën e palëve ndërluftuese, fillimisht të Kinës dhe SBA-ve e natyrisht edhe në çdo cep të botës. Kina është duke u përgatitur që ta godas mbase edhe e goditi rënd Amerikën me 3 armët e saj kryesore strategjike, pa e shkrepur as edhe një të vetmin fishek. Dhe me sa shihet, Amerika e ka shumë të vështirë kësaj radhe të mbrohet nga armët strategjike kineze. Çfarë janë këto armë dhe si arriti Kina ta godas sa kaq në zemër ekonominë amerikane dhe t'i bëj të gjithë amerikanët të mendojnë se çfarë do të bëhet me të nesërmen e tyre? A jemi për një mend në fund të epokës së dominimit amerikan, apo, si që kemi shpjeguar më shumë se njerë në këto video, erdhi koha e përfundimit të rendit botëror dhe për zotrinjë të botës do të jenë së paku 3 fuqit më të mëdha ushtarake dhe ekonomike në planetën e tokës. SBA, bashkëpunëtore e saj Kina dhe Rusia, dhe në ndërkohë, për shkak të rolit që po merr dhe për shkak të papriturave që po ndodhin në Turqi, Turqia do të jetë fuqia e 4 e botës, natyrisht dhe vetëm natyrisht me mbështetjen amerikane dhe për shkak se Amerika do të ketë nevojë shumë të madhe për një Turqi si forca e 4 apo superfuqia e 4 e botës. Tinglojnë ndoshta këto fjalë që i thash deri më tani, e sidomos për Turqinë, si të mëdha, të egzageruara në veshin tuaj,
por do të bindeni në minutat në vazhdim, ku në fund të kësaj video do të shpjegoj arsyen se përse Donald Trump ka shkon e lavdron Erdoganin si kur të ishte një mësues apo lider i tij dhe e përshkruan me fjalët të cilat kur deri më tani nuk jam përdorur ndonjëherë nga ndonjë lider i ndonjë superfuqie në botë. Deri atje sa thot se atë që e bëri Erdogan dhe Turqia nuk ka mund të bëj askush në 2000 vjetët e fundit. Këto fjalë janë të dala nga goja e Donald Trump, e përse janë thënë kështu, dhe përse me kaq shumë nxitim dhe entuziazëm Donald Trump flet kështu për Erdoganin, do të bindeni 100% në fund të kësaj video. Arma e parë me të cilën Kina e ka goditur në zemër ekonominë amerikane janë elementet e rralla. Elementet apo xehet e rralla janë thesari i fshehur i fuqisë kineze. Arma kryesore dhe më e rrezikshmja e Kinës. Përse? Sepse Kina posedon mbi 440 milion ton të këtyre elementeve pa të cilat nuk mund të imagjinohet bota moderne. Që dënë të thot, gjysma e rezervave të botës është në brenda kufive të Kinës, në nëntokën e Kinës, që i bjen 23 herë më shumë se sa posedon Shëbaja. Shto kësaj, afër 80% e rezervave të botës gjithashtu janë në pëllëmb, në duart e Kinës. Ato janë të varura kryesisht dhe vetëm nga Kina. Kina vendos për to, si për çmimin e tyre, si për mënyrën dhe sasinë e prodhimit, si për shitjen dhe si për futjen dhe daljen e tyre nga përdorimi. Kina ka pushtuar botën pikërisht nga që kjo nëntokë për të cilën po flasim. E gjë të cilën nuk ka mujt ta imagjinoj, jo ndonjë shtet tjetër, por nuk ka mund ta imagjinoj as Amerika. Andaj, them unë, befas dolin në shesh kjo armë shkatruese e Kinës dhe Shëban, me sa po shihet e gjunjëzoj para dyerve të Pekinit, para këmbëve kineze. Qfar të merri, mendojon, dhe qfar rreziku po i troket në dyer botës së tanishme. Miq, këto xehe për cilat po flasim, me qenë se quhen të rralla, nuk janë të rralla për me u gjetë, por janë të rralla për shkak se janë vështirë të përpunohen, por edhe për shkak se janë boshti kryesor i industrisë së ardhshme. Inteligjenca artificiale, një, makinat elektrike të Muskit, e keni pa që ka hup nga skena këto ditë, sepse Kina ja lëkundi themelet ekonomisë amerikane dhe do në të kthej Musk dhe të tjerët në kohën e gurit. Pastaj, sistemi i raketave, sistemi i mbrojtjes, satelitët në gjithësi, baterit e të gjitha llojeve, aeroplanet amerikan, sidomos F-35, të cilët as nuk mund të imagjinoheshin se mund të prodhohen pa atë që e ka në dorë Kina. Pastaj, këta telefonet celular, rentgenet, mjetet laserike në mjeksi dhe në industri të tjera, prodhimi i kamerave, i ekraneve LED televizive dhe i shumë ilaçeve të shtrenjta varet nga vullneti, qefi, interesi dhe e ardhmja e Kinës. Me këto xehe miq,
Kina paralajmëroi fillimin e luftës së re të ftohtë fillimisht kundër Amerikës. Kur e paralajmëroi? Kur Donald Trump e kërcënoi me tarifat e reja dhe deshi ta gjunjëzoi ekonominë kineze, Kina nxorri nga maton perdeve këtë armë dhe e kërcënoi ashpër Amerikën dhe pas 24 orëve e goditi rënd. Se për çfarë fjala 5 minuta më vonë. Kina i tha në fakt SBA-ve se posedon sidomos 7 llojet e xeheve më të shtrenjta dhe më të nevojshme për industrinë e tanishme dhe të ardhshme, jo vetëm ushtarake, por të gjithëmbarshme. Kina posedon prej këtyre shtatëve 3 të cilat janë më të shtrenjtat dhe pa to as nuk mund të lëvizet. Posedon galiumin, germaniumin dhe neodiumin. Çfarë nënkuptojnë në fakt këta emra të këtyre xeheve, të këtyre metaleve apo elementeve të ralla dhe çfarë është pesha e tyre miq, do të mundohem ta shpjegoj. Kina don me e bllokue botën, duke e nis prej Amerikës. Këto xehe, për shkak se këto xehe don të thojnë në fakt me përkthye me këtë gjuhën strategjike, bllokim dhe rënim i industrisë elektronike, të aeroplanëve, të tankeve, të raketave dhe të makinave dhe armëve inteligjente. A mund të besoni miq se çdo telefon që e kemi në dorë, çdo satelit dhe çdo armë inteligjente, si dhe çdo televizion në botë, varet së paku nga një atom të këtyre elementeve që i posedon Kina sot. Tani Washingtoni e ka kuptuar se Kina nuk do t'i përgjigjet Amerikës me armë e me fishek, por po e kërcënon me kontrollimin e së ardhmës amerikane. E kjo për SBA-n dën të thot përfundimi definitiv i të qenurit superfuqia e botës. Para 2 muajve parafërsisht, Netanyahu nga Washingtoni para kamerave televizive tha se të gjithë ju njerëz të botës të cilët e keni një celular në dorë, dine se e keni një pjesë të Izraelit në duart, gjepat dhe shtëpit e tyre. Një krekosje gjeli e pa imagjinueshme ta thot një kryeministër dhe një kërcënim i papar drejtuar çdo cepit të botës. 3 ditë më pas kësaj, Kina deklaroi se jo vetëm celularet, shipingu, i tha Netanyahut dhe Amerikës dhe të tjerëve, jo vetëm celularet, por çdo gjë të cilën e keni prodhuar deri më tani, është në duart e mia, ti jap jetë më tutje, apo ti rënoj në tërsi. Dhe dine se jo vetëm celularet, por çdo gjë që do të prodhoni si industri moderne në të ardhmen, varet nga qefi, vullneti dhe interesi i popullit kines. Arma e dytë, miq, me të cilën e goditi pikërisht në zemër ekonominë amerikane, është bujqësia, apo arma e bujqësisë. Ka ndonjëherë goditja nga jashtë nuk është më vdekje pruesja, por goditja nga brenda kalas është vërtet vdekje pruse. Goditja kineze në bujqësin dhe bujkun amerikan që shumë e fort.
23 milion familje amerikane që mvaren nga bujqësia i ka gjunjëzuar, apo së paku i ka bërë të mendojnë se çfarë do të bëhet së paku me 100 milion banorët e Amerikës. Kina me një fjalë goje i ja ka ndaluar me një herë pas ngritjes së tarifave amerikane ndaj Kinës importimin e misrit, mishit dhe sojës amerikane, që i bje ato 23 milion, ofër 24 milion familje, që janë mesi, që në Amerikë quhet brezi amerikan, mesi amerikan, shtresa ol, shtresa e lartë, brezi, nga e cila varet e gjithë jeta amerikane e rënoi për tokë. Ky vendim kinez është shpallje e luftës së Kinës ndaj Amerikës shumë më e rëndë dhe më vendimtare se loja me fjalë dhe me tarifa që është duke ja bërë Donald Trump, Kinës dhe vendeve të tjera të botës. Me këtë veprim, pra Kina e godet ekonominë amerikane, e godet shtresën mesatare amerikane, si dhe godet sidomos votusin amerikan. A ju kujtohet miq para do mujve, kur po flisja për zgjedhjet amerikane para zgjedhjeve amerikane, e pa ta bobe një analizë, e pa ta vajtu kështu. Dhe titulli i asaj video, i asaj analize ka qenë a do t'i vije Amerikës një Mehdi Muntadhir, një Mehdi shpëtimtar. E kam elaboruar Feden, demokratët, republikanët, shtresat e varfra, parat, cionizmin, nën tokën, deep state-in dhe në ndërkohë kam thënë, nëse është e shkruar që Amerika të shpëtoj kësaj radhe, ai shpëtimtar i pritur nuk është as Donald Trump dhe nuk do të jetë as Kamala Harris, aq më pak Joe Biden. Por kam thënë, nëse vje do të jetë vetëm zëvendës presidenti i tanishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përse, miq, zëvendës presidenti i tanishëm i Amerikës e përfaqëson që shtresën e mesme amerikane. Është djalë bujko, familja e tij është marrë me bujqësi. E kam pas parasyshën e kur kam thënë se ky mund të jetë shpëtimtari i pritur i amerikanëve, sepse Trump nuk do të ketë kohë e as fuqinë për të rënuar nën tokën amerikane të cilën e ka krijuar Partia Demokratike për vite të tëra, e në të cilën janë të involvuar edhe republikanët. Por, ky zëvendës president do të jetë ai për shkak se e ka në dorë, sepse votat Donald Trump më së shumti i ka marrë nga shtresa prej të cilve vinte zëvendës presidenti i tij. Dhe Kina e goditi mu në brez, shoqërinë amerikane dhe ekonominë amerikane. Arma e tretë, cila është me të cilën e godit shumë rënd Amerikën, është transporti ndërkombëtar. Kina, për dallim nga Amerika që investojke në LGBT, në për shoqate, usaide, kultura, shkultura, demokracia, për rallat të tjera që të gjithë ju dhe këtë bota po eshe, se pas këshin qenë mashtrime për ta eksploatuar botën, andaj Donald Trump i ndërpreu me 10 miliarda dollar në vjet, e me 100 miliarda dollar për gjatë një kohë të një presidenti demokrat, Amerika ka shpenzuar në demokratizimin e lindjes së mesme, në demokratizimin e Indis, apo të Ballkanit, apo të rajoneve të tjera. Pralla, por i ka investue
për qëllime të veta strategjike. Megjithatë, po sheh se investimet i paskëshpas edhe si të tilla strategjike të gabuara. U çu prej gjumit Donald Trump dhe Donald Trumpin e çon prej gjumit që ajo mendësi, o miq, për të cilën une ma shumë se një herë, afër 10 herë ju kam thënë në këto video. Donald Trump është përfaqësuesi apo manifestuesi i mendësisë, i rrethonave, i dinamikave që i janë imponuar fillimisht shëbave dhe më pastaj të gjitha vendeve të botës. Është përfaqësuesi më eminent, avangardisti, flamurtari i rënimit deri të sotmës dhe i krijimit të një të nesërme pikërisht nga sot. Kina e mençur, pa bo shumë zhurmë, investon në transportin ndërkombëtar. Ka investuar me triliona dollar në infrastrukturën rrugore, hekurudhore dhe detare në çdo pjesë të botës. Ka shtije në dorë, në pronësi, sikur Amerika TikTokun tash për me mbrojt Izraelin. Kina ka shti në dorë kompanit më të mëdha të transportit detar. Ka shtije në dorë me koncesione të ndryshme urat më të mëdhaja dhe thuaj se shumicën e urave strategjike në çdo vend të botës. Ka hi aksionar aty, ose e ka blekejt, ose me koncesion, ose me mirëmbajtje. Urat i ka marrë, nyjet, o vlla, yjet, nyjet e botës i ka shtije në botë. E ka bërë rrugën e mëndafshit, për të cilën prej ku nis jashtë kufiri i Kinës e deri te Turqia i ka investue 2.1 trilion dollar për Kazakistan, Makazistan, për Turqi, Azerbejxhan, valla evlia, po investon, mashallah, po ndihmon. A ke po qësh themi na, Bashkimi Evropian ka investu këtu e ka po na nimon. Po Allah i nimoft, Allah i shpërbleft. S'ka ndihmesa në marrëdhënie ndërkombëtare, o miq. Ma në men këta. Nuk ka ndihmesa, ka mbështetje ekonomike ku pritet kthimi i atij investime. Rrugët hekurudhat në Kosovë, hekurudhat në për vendet e tjera të Ballkanit, janë investime strategjike të shëbave dhe të amerikanëve, të botës së prosperuar. Çati ku ka mujtën i ka ras hunt edhe Kina. Malzi, për shembull, ajo hekurudha, së dje e kam bitisen, në Serbi, për shka, sepse do të ajo rrugë për me kaluë tanket, ekonomia, kamionat e shleperat me grune, me kalamoqe, me sene, dhe më thënë janë investimet në mos i hani foret e këtyne partive kur t'jam pushtet, se une arrita me bint BE-jen me investu rrugën Gilan Ferizaj, ose rruga Gilan Prishtin. Pra, miq, Kina ka investue aty ku ka pas nevoj dhe interesa. Amerika ka investue në Tiraka. Me gjithë që kjo shëbaja arriti të ashtin dorë kanalin e Panamas, e kërcnoj Kinën dhe Rusin në Grenland, e kërcnoj Kinën po gabone po livri dishka me Kanadën, se me njerja bashkan gjes Amerikës, që i bje e pushtoj, për 24 sahat. Danimarkën, bol veni mirë po, ku ka mëre ka qik Danimarka me voe klaun parlamentin e saj kundër që sheshajshin Donald Trumpin se japëm na Grenlandën. Kush Danimarka? Një vend qikaq, ujdhesën më të madhe në botë ku ka qik me mbrojt nëse. Por Amerika, Donald Trumpi, do prej juve, do prej neve, thë ma botë. Që thëshin pindran lafët, po kërcnan, pe prish rendin botnor, po. Pra, disa që nuk i njofin konstelacionet ndërkombëtare që shkrijohen në raportet, Donald Trumpi është qështu, ta përshkruan një president amerikan nga perspektiva e Anamorovës, e Drenicës, marrëdhëniet politika ndërkombëtare nuk janë ashtu. Shiqo, me gjithë që Amerika e shtini ndorë kanalin e Panamas, aty ku kalishin anijet kineze, Pacifik, Atlantik, Evropë,
Japoni atje. Kina e blejti gati krejt. Veç Kina lëviske aty, me gjithë që është i ndorë, Kina e ka godit Amerikën në Amerikën Latine, Shëban e ka godit në Amerikën Latine. A ju kujtohet doktrina James, të cilën e kam shpjeguar, dhe cila ka qenë bërthama e ekonomisë amerikane, dhe u pa shpallën ajo përmbajtje e doktrinës James, shahdamari i jetës i së ardhmës amerikane, cila ka qenë vendet e Amerikës Latine i shpalli interes strategjik dhe më i rëndësishmi i Amerikës. Francës, Britanisë, Hollandës, Portugalisë, Spanjës, Belgjikës aty këto. E që besa edhe Gjermanisë, ju tha mos t'ju shoh kur ma në Amerikën Latine. Edhe i tërheqen pamlat, shatorat. Njëjtë kështu ja boni edhe në lindjen e mesme. Britanisë, Francës, Gjermanisë, asaj. I heki këto edhe shkoja qiti krahun. Erdoganit i tha me izën e Zotit bac, unë e ti këna me bo fet dhe këna me regullue. Tu bazunen që të sene, jo rasisht, miq, edhe për para kam thonë se Amerika, Kina dhe Rusia plus Turkia janë 4 superfuqit kryesore të botës të ardhshme dhe bota ka mundos si pas interesave të këtyre. Po pse e kum shtije Turqien? Pse e ka fuqien sot për me u ballafaqu me Kinë, me Amerikën, me Rusi? Jo bre, o miq. Ka njerë flas edhe me ata me brumin e së kaluarës, të e përpunue sot, që e thome roli historisë, së ndërtimi së ardhmës. Nëse Kinës i dohet një Rusi, Vietnami zbën, Malezia zbën, Korea si besohet, Korea Veriore, i qmendur i Koreas, i trashe, Korea Jugore me Amerikën, me Japonia në armitsi, mund të jetë pra Filipinet deri dikon, Singapore një grusht vend për më të bukurve të botës, Indonezia se ato shtete nuk e kanë fuqin që t'i rrin Kinës afër. Nëse fuqizohen i bën konkurrent. Kush është më i përshtatshmi, relativisht më i përshtatshmi? Kina. Sepse armikun e kanë të përbashkët. Po Amerika, cilin me e marë tash, mbrojtje mu bë 2-2 me lujten, Bashkimin Evropian konkurrent, i prishi se e dëmtojshin shumë me NATO, me shpenzime, me Evropian blej pej Amerikës, pej Rusijës gas, e naft e maj Rusijën, dhe Evropa e ka quë në kam kështu Rusijën, a Rusija Amerikë me Kinën, Rusija armike me Shëban. Shëbaja investon në Evropë, Evropa je paret Kinës, kësaj Rusijës. Trump i tha jo më rëbac, unë e paguj për ju paret qëja Rusis, s'ka më, edhe interpreti. Në Amerikën Latina atje, problem, është Kina. Brazili se ka ndorë, se po flasë sigur me bo kështu mohabet. Po nej, se ka njerë po do të një farë relaksime. E ka në Amerikë Latine, Amerika e ka vetëm Argentinën, me atë melonin, ai presidenti që u zgjat. Ai pro-izraeliti ma i njohur në botë deri në ditën kur kjo Nobelistja e Venezuelës që e mor Nobelin për paqë. Nobelin për paqë e mor atë ditë që e ka mor Nobelin për paqë, a mund besoni, mes të dashur dhe shumë të respektuar dhe mikesha. A mund të besoni ka telefonu me njëherë, si e ka marrë çmimin Nobel? Ju mund të thoni burrin e vetë, babën, nanën, evlat. Jo, Netanjahun. Nobelistja i telefononin e parë, kër e merë çmimin aty, u këthyje dhe për e telefonon Netanjahun për t'i dhënë mbështetje se një nobeliste, si une, signora Filania, e kem mbështetjen teme dhe une vdes e bëj kështu e për kontributet e punën tane të cilën po e do, a që kjo nobeliste e merr çmimin Nobel për shkakin se të dhunës së Maduros e më parë të Chavezit në Venezuelë. Lojë amerikane, për me Trumpit si ja dhanë,
u mënu balë, do të flasë një dite për ato 7-8 lufta që po thët i ka ndalë Trumpi. Dyshoj nëse janë të vërteta. Hiq nuk besoj, po e shpjegoj me fakte. Nejse miq, e ka Argentinën, Amerika, po se ka Brazilin, superfuqia botnore. Është me Kinën edhe me Rusien. Është pakt me ta. Çka po do me botash Venezuelën, që është me Brazilin e me Kinën, opozita Amerikës, po do me e gjumëhaz Venezuelën që me jamar burimet e naftës dhe burimet e elementeve të ralla që i posedon Venezuela, që mos mi shkue Kinës. Dhe u qunë kam, pse ti i nacionalizove burimet e dzeheve të arit, të dzeheve të ralla dhe të naftës. Qavezit i thike, lej privat, demokratizimi, asë në lindjet mesme, lej privat, sepse me privatnik është shumë malet me bisedu, CIA, FBI, i tjetër, shërbimet. Ta bojmë këta, të njëmojmë këta, ti kryesore 1% që kaq dush me pruhe të kënej. Chavezi i pat nacionalizu, nafta është e shtetit e popullit të Venezuelës, nuk pe livdoj Chavezin, por po du me ju thonë se nuk janë të vërteta ato që flitë për Chavezin se e ka shkel popullin e kënej e ka. Së janë vërteta. Ato janë propaganda. Pashaporti Venezuelës, venezuelianët, po një prej 2-3 vendeve kyqe në OPEC është Venezuela, bre. Multi-trilion shtet me ekonomi kështu. Nejse, ja dhanë kësaj për me i kalzu botës se qena për demokratizimin e Venezuelës, kjo për e merë rolin për paq, për njëme që kënë Nobel. Edhe nga vetë, aj që e ka njësë qëtë Nobelin, e për dini se është punda dishka për me barot, zbulu si barotit është Nobeli. A baroti e kalli botën sot. A Nobeli i për përve shkencave tjera dhe për paq. A i shka e ka zbulu barotin. Pa i nashta se ka zbulu për me e kallë botën, për me dhest shkrepzën ose zjarmin ose me u përdor në industri. Që kënë Nobeli qysh me ju dhonën një opozitare e cila botnisht e mbështet Netanyahu në i thet halal të kohë bre vla, në kohën kur krejt bota është që kundër Netanyahu. A i ka met ftyrma Nobelit. Sigur kjo zgjedhja 500 personalitete më mendikim, 100 personalitete më mendikim në botën islame, kur pesho para 1-2-3 vjete, mos të mzijet për të keqe po është zotin, edhe Naim Tërnava. Muftia i Kosovës, një prej 100 personaliteteve më mendikim në botë. Në botën islame. Nëjse, ju ka hu vlera që tyne, ose dekoratat. Presidenti Hashim Thaçi s'patlan njeri pa i dhanë dekorat. Dekorat për këta, yli poplit, yli kështu, flamuris, loj emne. Ju ka hu vlera edhe diplomave, meq, në pazar të kerave shiten diploma, shiten temat masterit doktoratës. Me 500 euro të maron njeri, kanë marrë në Egjipt, Universiteti Amerikan. Çfarë universiteti 2 dhoma krejt, prall. Kanë marrë magistratura, fakultetet, doktorata, ka të rejrahlën, thëtë unë jam magister, unë e kum krye Universitet Amerikan. Ani kur pa dala i falsifikati me nënshkrimet e Condoleezza Rice. A i një të e po, kush kam bet bolimor? Dia, vla, dia. E dhe gjën njerin ka të flet, ka të shkrun, që aty e mërvesh, a ka diploma, s'ka diplom. Mos e vetë që ka krye, te ka krye. A ka Nobel, a s'ka Nobel, a ka marrë dekorat prej Hashim Thaçit, Albin Kurtit, a Zonjes Vjosa, Osmani, a Sena. S'ka pesh, heq s'ka pesh. Ma mërmenja që mishti bryllat, mu mununja 1-2, qysh dimum një mu zoti ka njere, tybe më smarsha, edhe une në dekorat pej BE-s, pej Bruxellit. Njeri kështu, njeri ka, veshet gjithmon me një këmish zez, i pashëm, i papashëm, dekorat me marë prej BE-s. Qështu janë të shkue
dekoratat dhe që kjo puna e Nobelit të kësaj Venezuelkës. Pra, me që po këthena në tem, një digresion sa për qëtësim, Amerika e mërë kanalin e Panamas, e kërcënoi Kanadën, po do me marë Grenlandën, sepse në Grenland janë zbulue sasi të mëdha të mineraleve të ralla. Pra, miq, lufta e madhe në të cilën Kina veç e goditi që në start shëban, lufta e tretë botnore që dalshin në televizor për çdo natë lume kënë të e shashtris poplin, penis Serbia luftën, penis Kroacia, penis në Gjermani shkollat po bojnë strehimore në Austri kështu, thojsha be vallahi, billahi, tallahi nuk janë të vërteta. Por është një përpjekje e Biden, e krijoi këtë atmosferë për me shit armë. Ekonomia i ra në tokë, 32 trilion dollar borxhe. E krijoi një atmosferë Partia Demokratike, Joe Biden, për me shit armë. 24 orë me trindrime në Amerikë dhe në vendet mike, ortake, aksionare të Amerikës me trindrime prodheshin armë në përbot. Shit Kosovës, shit Serbisë, shit atje, tja nisi Franca. I morën dëpare, ja morën kajmakin shteteve fukara dhe budalve. Ja morën do rezerva, dikush 1 miliard, dikush 10 miliard. Ja vmledhi Amerika, Franca, Britania. Ja vmledhen këto pare. Shka i kanë rujtën. Se mos pi përdorin dishka më punë të këqia. Naj problem për javë bojnë. Fuqive të mëdha, javë morën të ju shit armë për me ilanën, leqi u dhanë gjitha të pare më botë për armë. Po kanë me u dhanë shumë edhe për mirëmbajtje, për servisim. Prishet dryshkët në jalet aty në i gëp, në i sen, në i kalamaz, në i sen. Ku do të me bleje? Zemrën, a ju këmë thonë me një video, zemrën, motorë i maqinave është ndorën e vendeve prodhuse perëndimore. Ty të ashet Golfin, të ashet Mercedesin, të leme prodhue. Me kinën ju ka dalë për i dorës, po në përgjësi, kejtë prodhoj pjesë të Mercedesit, ose të Fordit, ose GMC's, por motorin të japone. Pa motor, ti ndreqe qysh të kishë qef. Motori ka qenë në duart e kështu. Pra, motorin e mandor armët u kriju atmosferë. Lufta e vërtet, për cilën ma shumë se njëherë është thonë në këto video, lufta e vërtet ka me qenë dishka tjetër. Dhe ajo po del të jetë lufta nga nën toka. Fillimisht me elementet e ralla, pastaj me bujqësi e qitin dygoj Amerikën dhe pastaj me shtirjen në dorë të transportit detar. Shëbaja u maru me boat një brez, një rruga tjetër në për Indije, poshtë Iranit aty, në për Oqeanin Indian, e me dalë të Hormuzi aty në për Arabin Saudite, një farnere me javbo Arabin Saudite. Bile tash vendet arabet javjep edhe këtë informacion. Vish kanë fillu e janë zgjupe gjumi, se e kanë pasi të ankon në humnerë. Shka ju pëska bo Izraeli, që shi pas kanë mashtruhe, tash kanë fillu më zgjue. Në për studime, në për, që me thonë, simpoziume jo, për në për tribuna, unë i përcjeli fort, në për tribuna të njerëzve akademik në vendet arabe, që ka fillu të flitet për te një bashkime, një blokade kundër Izraelit. Dhe mohim, refuzim kategorik i një afërsie të njetutje me Izraelin, janë të folën për një rrugë detare, hekurodhore, toksore, që i lidh vendet arabe. Po thojnë ku po i meqëm të vakonën, Sultan Abdulhamidi pe Istanbulit, Damask, Amman, e me dalë Mekë dhe në Medinë shikalidh këtë pjesë të botës. Me maru një hekurull, përshka me qitë për i loje edhe Kinën, varësia ndaj Kinës, rruga e mëndafshit nalt, edhe këtë rrugën e brezit që po e bën Amerika për si konkurencë e Kinës. Tash më konë nëj president budal, më stëmi diat, e mashtron popullën se qëre rruga më ndafshit atje, po Amerika po në investon neve kënej, për shkak se po në dose në kështu pro perëndimor, pro sene. Konkurenca atje. Si kur rruga më ndafshit që ke konkurent, i rrugës e polit të veriut atje, Kina.
u desh kemi që mallit Japonia na për Siberia këndejmi pru në Evropë, Kina e bon e rrugën e mëndafshit Kamesi aty, me dalë në Turki, këta janë të dalë të globi, kjo jugu global, si po quhat. Dhe e treta, natyrisht, pra, ke luftat kjo. Miq, juve ju intereson, shkurtimisht tash, po çka janë qëto elementet e rralla me të cilat u godit keq Amerika dhe e zgjoj botën nga gjumi për ta pa fuqien numër 1 të botës tani ekonomike, qebesa edhe ushtarake. Elementet e rralla. Me gjithë që është punë e kimistëve kjo, po une nuk po flas nga përbajtja kimike e këtyne zeheve metale jo metalike sene, po flas nga perspektiva e përdorimit strategjik të këtyre gjërave. Çfarë janë pra elementet e rralla? Që po quhet nafta e re e shekullit 21. Ose më saktë, çfarë janë elementet e rralla të tokës, në anglisht rare earth elements, që shkruhet REE, pastaj një S e vogël. Po, sot janë shtyllat e teknologjisë moderne, të ekonomisë digjitale dhe të industrisë së mbrojtjes. Këto trija. Megjithatë, nuk do t'ju mashtroj miq fjala rare ose e rrallë, elementet e rralla, sepse këto nuk janë të rralla në natyrë, por quhen ashtu për shkak të pozicionit shumë të ndërthurën me elemente dhe me zehe të tjera, për shkak të vështërsisë së pastrimit të elementeve të rralla, e aq më shumë për shkak të vështërsive dhe kostove të prodhimit, që kërkoj një teknologji shumë të avancuar dhe shumë të shtrajt, e këtë teknologji e ka në dorë vetëm Kina. Shqo ku ka shku Kina? Teknologjin e pastrimit, si pastrimi i uraniumit ka, e ndarjes nga zehet tjera, e prodhimit të tyre, dhe e gjetjes e pastaj nxjerrjes e ndarjes nga zehet tjera, është vetëm në dorën e Kinës. Është shumë e kushtueshme aq sa SBA-ja një kohë e ka pas mbyll xeheroren me zehe të rralla në Kaliforni për shkak të kostës. Në një video të kaluar miq, unë ju kam folë për këtë çështje se do ta shpjegoj, ku kam thënë dhe po e përsëriti se në botën perëndimore shumë gjëra janë ndalë së prodhuari për shkak të kostës së lartë të prodhimit dhe të jetesës që ja dha këtë komoditet bota perëndimore qytetarëve të vetë. Pagat e larta, enorme, sigurimet, dëmtimet, pagesa, dëmshpërblimet për dëmtime dhe çdo gjë që lidhen me to, e bën perëndimin me duart e veta të bjen pos. Që i bjen se Kina, duke i shfrytzuar këto pika të dopta të perëndimit, e drejta punëtorit këto, e drejta punëtorit këto, sigurimi këto, mos me guxu me prej kur gjë se të shkatron, sigurimi se në punë me prej pak që to, unë si jam kundër këtyne, por qaq unë ngret standardi i nalt sa e qitin në pa edhe ajetin kur anor la tusrifu. Mos e te prani. Mos e te prani, rrog 7.000 euro, 10.000 euro, 15.000 euro. Inshallah në bohen edhe të na këto, inshallah bohen atje 50.000 si jam kunder. Po, si është e mundën për një punë të njëjtë në Evropë ose në Amerikë me marrë $10.000, në Kinë me marrën $1.000. Edhe me jetuen njëjtë të dy. Veç ky shka vënon Rolex, ai vënon një sahat shka ja tregon kohën normal. Ky vozit në kërë 500.000, ai vozit kërë 15.000 që e mushi Korea dhe Kina botën me kere, edhe jetohet normal. Pra, la tusrifu, mos shpenzoni thëtë Kurani, kur seni, la tusrifu do të me lezu edhe në kuptim se ka ndodhë, ma shumë se njerë, shumë herë,
shtete shumë herë, por edhe perandëri që kanë rënë janë zhduk pikërisht për shkak të lartësimit të kostos së njeriut, lartësimit bërjes së standardit të jetesës shumë nalt. Një këmish më të shitën 300 euro. Pse e ka këtu një Pollen Sharka, një Chanela. A është bre normale kjo mbot? A është bre normale kjo sekularizme? Për cilin po flasën e sekularizme, sekularizimi, sekulatete, sekulumus, të këqia që ka ndalë nga sekularizme. Për me e pru botën që to, një shtresë shumë e vogël e njerëzve të botës, a mundi me besu se 20 miliardera në botë sa kanë pare, sa gjysma e botës krejt. 4 miliard kanë para ata. Pa është drejtësibe, kjo kur njetë nuk o konën. Që kjo sekularizm e ka prue dhe tani po i hakmirët botës perëndimore. Kina u qu si superfuqi. Amerika mbyll zeherorët e Evropa e sene, se s'kan pare me i pagu punëtort, Kina të shujt, dhe tash 24 milion familje fermerësh, afër 100 milion banor të Amerikës i ka qitë në goj. Shtresën e mesme, votues të Donald Trumpit. Ata janë të lyp tash llogari pej Donald Trumpit, si që janë të lyp llogari tash edhe në Evropë, në brenda ti pe e bën standardin tënë me Hollywood, pe e jeshon e pe e bën jetën xhenet pe paraqet para fukarave, edhe po ju thue fukarave se po na dëmtoni kur po na vjeni imigrant. Po është be normale kjo. Ka po më paraqitesh ti muë Don Juan, se ki, e kur të vinë tavolin me ta lyp një kafe, mu rejten. Qysh mërë ashtu? Ule pak kazalken, s'kazalken e që thuhet. Ule pak tensionin, ule pak me një malsien. Mos e kryoni standard 10 herë matë masit Afrikës. O vlavjem, se nuk o vish njerë se jotja. Por është eksploatim pikërisht i fabrikës, i Afrikës. Është eksploatim pikërisht i lindjes mesme. Me pare ty në jetu e bohe. Dhe ka kur ata pastaj vinë të ti me jetu ma mirë, jo la mos hajde këto. Jo po te ke pruhe punën qashto. Sido që tjetë. Kina i ka përdor disa herë këto armë geopolitike, ti quaj, duke kufizuar eksportin për presion politik, sidomos ndaj shëbave dhe BE-s. Elementet e ralla miq folur teknikisht, të këshillu sa është ora, elementet e ralla folur teknikisht janë 17 sosh. 10, 15 edhe 2, 17. Dhe gjenden të përzijera zakonisht me mineralet të tjera dhe qështash nuk është e domosdoshme me qenë e rrallë. Këto elemente ndahen në 2 grupe. Ndahen në elemente të lehta të rralla dhe elemente të rënda të rralla. Elementet e lehta të rralla janë lanthanumi, pastaj proseodimiumi, pastaj neodimiumi, pastaj promethiumi, pastaj samariumi, pastaj shkojmë të elementet e rënda të rralla që janë europiumi, gadoliniumi, terbiumi, disprosiumi, holmiumi, erbiumi, thuliumi, yterbiumi, lytetiumi, skandiumi, ytriumi. Se unë njerësa të risa i njeha të gjitha këto. Kush i posedon qëto? Problemi o këto. Puna e janë tash, nga perspektiva geostrategjike. Shka janë qëto? Kina posedon prej 37 të rin 42% të rezervave botërore, por që shtash në fillim atje, kontrolon afër 80% të prodhimit global. Ti e kije qëtë malë shumë të mirë, po qësh me nëzirë pej tokës, qësh me bo tas për me pi ujë, a më e ki materialin, për me ta bo tas, e më ta nëzirë pej tokës fillimisht, e më ta da prej elementeve të tjera meq, ty e dohet industria e Kines, dhe më pastaj të dohet Kina se dush me ashit, se veç ajo është të i prodhu atje.
E dyta vje Amerika që posedon që aty prej 10-12%. E përdor zakonisht në teknologji dhe mbrojtje. Vendi i tre që i posedon që to është Australia, deri ka 9% të këtyre seneve. Eksportin kryesor e bën në BE, dhe BE-ja që ta dini, Evropa është 90% e nevojave të veta për prodhimit televizorave, telefonave, sende, i përmena se përshkadohen, është e varur prej Kinës. Shqeqo ku e ka shtije Kina Evropën në gjep. Në çfarë gjepit sahatit ka shti me një gryk sa me marë frymë. Krejt që ka prodhon elektrik, elektronik, leda, drita, krejt ndryqimi Kina, Evropian është ndorën e Kinës. S'ka qare pa shku me ble, se kapi kushton një punëtor me sigurime me ato bakrace, 5.000 euro ja që me 500. A ju kujtohet Amerika dhe njerë po e përmeni, Evropa këtu gazetat tona anit Kosovës, mo. Se dhe ato s'na kanë metë, mo. Kina pishty punëtor të Kina kështu, deshtin me nëzit popullin kinez për me bloku industrinë. Kejt problemi u konë të qëto mineralet e ralla. Me ungrit kosta, me u detyru e Kina me ndryshu çmimin dhe blerjen, shitjen, çmimet e blerjes dhe të shitjes. Fuqia e katët është India deri me 6%, Brazili deri me 5%, Rusia që aty afër 4%, tani hinë si troq, Kanada, Vietnami, Malezia, Suedia, Norvegjia dhe Grenlanda, masë shumëti. Pastaj krej shtetet të BE-s marrin pjesë me 1 deri në 2% të sasive nëntoksore që i ka këta. Pastaj është Japonia dhe Korea. Konflikti kryesor mes Kinës dhe Amerikës në fushën e kësaj luftës së ftohtë ka fillu në fakt para përfundimit të luftës së ftohtë. Në vitin 1980 Amerika e mbyll zëheroren Mountain Pass në Kaliforni, sepse një zëhtar ja lyp ke $6.500. Kostoja shumë e madhe dhe u lëshue ka nevoja për Kinën edhe u detyrue Amerika me Iran në prehën Kinës, për shkak se edhe aeroplanet F-35 varen prej vullnetit dhe interesit të Kinës, andaj Donald Trump është në gjendje me e kall krejt botën, Kinën me e gjumhas dhe Turqien me e që përpjeta, sepse Turqia i dohet, për shka i dohet, po e thëmë me njëherë. Qka e boni Turqien superfuqi të arshme? Qka puna që Trump ka qkon e lavdron Erdoganin? Mos po kujton dikush për shkak të syve të zi të Erdoganit, se për një me Trump kujton se lideri i Turqisë është lideri maj meqëm e maj mirë në botë, që shi thur elogje e poezije se është maj meqëmi, jo dhe jo, natyrisht se jo. Krejt në pyetje është mbijetesa Amerikane që sot përvaret nga nafta e shekullit 21. Parse është fjala miq, aparatash që se kanë ditë. Në korrekt të vitit 2022, qeveria turke ka zbulue një depozit gjigante, marramence të elementeve të ralla në rajonin Bejlikova të Eskishehri në Anadolin qendror. 694 milion ton dzehet të ralla janë gjetë në Turqi. Dhe kështu, Turqia bëhet shteti i dytë me dalim 1 deri në 2% me Kinën, ma e forta në botë me elemente të ralla. 694 milion ton do të i bje 694 miliard kilogram dzehet të ralla. Dhe nëse e shikojmë vle ato llojet të cilat i ka Kina bashkëriesorët, e ka kjo Turqia, terbiumin edhe disprosiumin, por mas shumë të e ka ceriumin dhe lantaniumin, që janë 2 më të shtrajtat në botë. Nëse $10.000 është një ton i tazami kësaj ceriumit,
doprium, despropium dhe të tjera kushton $600.000, 10.000 me 600.000. Dhe llogaritur sasin të cilën e ka zbulu Turqia, vetëm si dzehe, vetëm si dzehe që e ka në tokë, a prej qershorit, prej gushtit, pastaj të 2022-ës, veç janë të punue në Turqi me të madhe. Donald Trump e di këto shumë mirë, me sap ka investue edhe kompanite kushnerit e ati Donald Trumpit në Turqi, që u qua opozita turke në kënë të e hangër për zxalli Turkien se i ka shit mineralet e rale e ka shit Trumpit vish për me livdu Trumpje sene. Kryesore, vlera totale e qësaj, nëse logaritet njëton prej $60.000 deri në $80.000, Turqia ka rezerva që aty diçka afër $43 trilion pasuritë nga Allahu i Madhëshëm. 43 deri në 45 trilion ashtu siç janë. Dhe nëse përpunohen, arrin deri në 92, e nëse Turqia ishte në prodhimet laserike të veta, vlera veç e qetyne të Eskishehri e Turqis, në 312 dzehe që i kanë identifiku dhe hap prej tyne 296 e janë të punu në to, arrin në $140 trilion, që i bie sa 3 herë bruto prodhimi dhe ekonomia e përgjithshme e gjithë, jo vetëm Bashkimit Evropian, por e gjithë kontinentit të Evropës. Me këto elemente, Trump nuk e zë gjumi, andaj kaçkon e livdon Erdoganin dhe është në gjendje Trump për me rrëzue Kinën prej lojës me jadhon Turqis, edhe Kavkazin, edhe Lindjen e Mesme, edhe Azin e Mesme, vetëm që t'i bohet partneri i afërt i Washingtonit në luftën e Washingtonit kundër Pekindit dhe Moskës armike. Natën e mirë.